Po vazhdojmë me rendin e ditës, jemi në pikën e 6 me radhë, nëse dakordohuni pikën shtesë që lidhet me pikën e 5 të rendit ditës për formimin e komisionit, unë kisha me qitë këtë pikë për diskutim, edhe pastaj vazhdojmë ashtu si që kemi në rend dite me dakordim të juj. Nëse dakordoheni, atëherë po e qes këtë pikë shtesë të rendit ditës që lidhet me pikën e 5 të rendit ditës, është shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për plotësim ndryshimin e vendimit 01 numër 87/26, datës 26/01/2026 për formimin e komisionit për dhënien shfrytëzim të Hotel Park Plaza në Rahovec me numër të parceles PV 09038/2 ZK Rahovec. Edhe për këtë vendim kish me qenë drejtori për ekonomi dhe zhvillim, po në mungesë të tij unë ftoj edhe drejtoreshën në vend të Altinit që të elaboroj vendimin. Shkurtimisht është formimi i komisionit edhe aq. Faleminderit. Që sa për sqarim në vend vetëm pika 1 ndryshohet, e keni vendimin për arsye të numrit parceles ndrohet ajo asgjë më tepër. Kështu që antarët e komisionit janë të njëjtë. Unë po e hap debatin lidhur me këtë pikë të rendit ditës. Komisioni është i formuar, po ndryshohet pika e parë e këtij vendimi. Nëse ka diskutues, nëse nuk ka, atëherë po e qes në votim këtë pikë të rendit ditës, kush është për? Kemi kundër? Abstenime? Jo, atëherë me 14 vota pro miratohet ky vendim. Vazhdojmë me pikën e radhës, shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për dhënien e pronës paluajtshme të komunës në shfrytëzim persona fizik dhe juridik dhe zhvillimin e procedurave të ankandit publik për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të lokalit numër 36 sipërfaqe të përgjithshme prej 30 metra katror. Përsëri këtu e ftoj dikën të ekzekutivit, Besën në vend të drejtorit për ekonomi dhe zhvillim. Drejtoresh, fjala për ty. Faleminderit kryesues. Parasysh keni propozim vendimin për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër, pra bëhet fjalë për lokale në rrugën Abdullah Bugaresh, lokale me numër 36, sipas certifikatës së pronësisë është me numër 004/2, është sipërfaqe e përgjithshme për 30 metra katror. Afati kohor për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim është për 4 vite. Qëllimi i dhënies në shfrytëzim të kësaj prone është ruajtja dhe rritja e vlerës së pronës publike komunale. Pas diskutimit ju ftoj ta votoni. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh, po e hapim debatin për këtë pikë të rendit ditës, fjala për Devrim Kavxhi. Përshëndetje edhe një herë, unë vetëm derisa më u përfshi edhe një herë në debatin që e patëm, po besoj se është tema e njëjtë, janë 2 pronat komunës që kanë marrë në shfrytëzim. Tash te kjo pikë, siç e kemi vendimin para vetes, nuk ka çmim në asnjë pikë të vendimit. Domethënë, çmimet për pronën e komunës përcaktohen sipas rregullorave, po ato mundet me i caktuar edhe anëtarët e komisionit. Domethënë, veç për vërtetoj një temë që diskutuam në pikën paraprake të puna e hotelit, ku ajo pikë në atë vendim ka qenë e panevojshme çështja e çmimit. Domethënë, në asnjë pronë të komunës që e kemi dhënë në shfrytëzim, nuk kemi vendosur çmim në vendim të kuvendit komunës, që është përgjegjësi e komisioneve përkatëse që formohen për me caktuar çmimin sipas rregullorave. Faleminderit. Faleminderit. Diskutues tjetër?
Nuk ka. Nëse dëshiron zyra ligjore me dhënë një shpjegim formal, ligjor, procedural, mundet, veç me tregu dallimin ndërmjet këtij investimit edhe kësaj dhënie në shfrytëzim. Përshëndetje për gjithë. Unë deprimit e për shpjegu dhe pak ma herët pse ka ndodhur kjo, e diskutuam edhe këtu, për shkak që në lokalet ku janë të rregulluara, janë të ndrejshme, janë të gatshme për marrjen e qira, është e përcaktuar në rregullore metra katror, është 4 euro metra katror. Rregullore për taksa dhe tarifa. 2 euro metra katror. Dhe me thënë, ka dallim mes investimit edhe mes lokalit të gatshëm. Që kjo është. Faleminderit, a ka diskutues të tjerë? Nëse jo, atëherë unë po e qes këtë vendim për votim, kush është për? Kemi kundër? Abstenime? Me 23 vota miratohet ky vendim. Faleminderit, po vazhdojmë me pikën e 7 të rendit ditës. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave dhe dhënien shfrytëzim të pronës paluajtshme të komunës. Lokali numër 36, sipërfaqe të përgjithshme prej 30 metra katror, PV 00413-2 ZK Rave, që lidhet me pikën e 6 të rendit ditës, ka të bëjë me formimin e komisionit. Po e ftoj drejtoreshën për një elaborim të shkurtër të këtij vendimi. Faleminderit kryesues, ashtu siç e cekë pra kryesuesi, bëhet fjalë për formimin e komisionit për dhënien e shfrytëzim të lokalit në rrugën Abdullah Bugarit, pra për pikën të cilën sapo e kaluam. Komisioni duhet të përbëhet nga 5 anëtar, 2 nga legislativi, 2 nga ekzekutivi dhe 1 nga OJC-t. Ju faleminderit. Faleminderit drejtoresh. Do të kërkojnë 2 nga kuvendi, këto të ekzekutivi dhe sektorit qeveritar, me dakordim edhe të juajin, po e lëm në kompetencë kryetare, të autorizojmë kryetarin që t'i jap emrat pastaj tek sekretaria e kuvendit, ndërsa ne do t'i zgjedhim sot 2 anëtar të kuvendit. Atëherë fillimisht e ftoj shefin e grupit Aleancës për propozim. Berat Durako. Faleminderit kryesues. Për këtë pikë si anëtar i komisionit të shpejtë Saçi nga grupi Aleancës. Faleminderit Berat. Shefi i grupit Direksion Kastrati për propozim. Faleminderit kryesues, nuk kemi propozim. Faleminderit Direksion. Nga Lëvizja Vetëvendosje Defrim Gargjiu. Nga Lëvizja Vetëvendosje propozoj zona Qandër për anëtarët të komisionit dhe pres mbështetjen e anëtarëve të kuvendit për këtë propozim. Faleminderit Ndefrim edhe nga PDK-ja propozim. Faleminderit kryesues, nga PDK-ja propozojmë Mirsad Shehu. Faleminderit, me qenë se kemi 3 propozime, Feris Taçi, Mirsad Shehu dhe Zana Çanta, më duhet secilin me qitë në votim një nga një. Po fillojmë me Feris Taçin. Kush është për Ferisin? Kundër? Abstenime? Faleminderit. Pastaj e komunikojmë edhe rezultatin e votimit. Po vazhdojmë me Zana Çanta. Kush është për? Kundër? Abstenime? Një abstenim. Edhe po vazhdojmë me propozimin e tretë, Mirsad Shehu. Kush është për?
Kundër? Abstenime? Nuk ka. Rezultati I votimit Feriz Thaçi 15 vota, Mirsad Shehu 15 vota dhe Zana Çanta me 9 vota. Kështu që nga ky rezultati I votimit, antarët e komisionit do të jenë nga kuvendi Feriz Thaçi dhe Mirsad Shehu, ndërsa nga ekzekutivi dhe sektori jo qeveritar e autorizojmë kryetarin që t'i jep emrat pastaj tek sekretariu I kuvendit. Po e qes në votim vendimin kush është për. Kemi kundër? Abstenime? Faleminderit, me 16 vota për miratohet ky vendim. Faleminderit të nderuar kolegë.